Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku, duke folur për situatën aktuale politike, dha një ide që të bëhet një blok politik, ku të ftohen Fatmir Limaj dhe Ramush Haradinaj, në mënyrë që të ndryshohet fuqia e madhe që ka për momentin vetëvendosja. Ai pohoi se ky është qëndrimi i tij personal dhe jo i kryesisë së partisë. Unë besoj se duhet të bëhen blloqe politike, fuqi dhe frymë politike që ndryshojnë spektrin politik dhe fuqinë e madhe që ka për momentin vetëvendosja, bashkë me partitë e tjera si Guxo dhe Alternativa, nëse ne kemi hapësirë edhe me të vërtetë dëshirojmë që mos të krijojmë një shtet autoritar, ku Albin Kurti i ka të gjitha pozitat dhe padrejtisht vendos për shumë çështje, duke shkelur edhe dinjitetin e njerëzve, atëherë është koha që ne si parti politike të reflektojmë dhe t'i afrojmë ato partime të cilat kemi parafrim, edhe të parimeve, edhe të vlerave, edhe të rrugëtimit politik. Për mua personalisht nuk është qëndrimi i kryesisë së partisë, është që të ketë afrim edhe me zotin Limaj, pse jo edhe me Ramush Haradinajin, që ta bëjmë një blok politik, i cili me të vërtetë i mbron vlerat edhe historike, por edhe jep alternativën që të ketë mundësi që të kandidojë edhe për pozitën e parë të partisë politike, deklaroi Lushtaku. Mëtej ai tha se sheh vullnet, sidomos tek gjenerata e re e politikanëve, që kanë vullnet me të i kalun dasitë ndryshme. Kur ta shohim vetëvendosjen si formësim, shohim se ka nga ata të majt, të djathtë, klasik, të moderuarit dhe të gjithë janë në një parti politike dhe atyre nuk ju pengon kjo pjesë. Ata ndoshta kanë qëllim vetëm karrikën e pushtetit, por nëse me të vërtetë duan Kosovën, duhet i lëmë anash dasitë tona dhe duhet të bëhemi bashkë që mos me ja mundsu me kriju një shtet plotësisht autoritar, çfarë po tenton me bo Albin Kurti dhe vetëvendosja, u shpreh ai. Duhet të ndryshojë komunikimi dhe duhet të bëhet më i hershëm dhe jo në fund të afateve ligjore, ndoshta do të mendojmë për te koalicioneve parazgjedhore apo për shkrirje në një partie. Dihet që Fatmir Limaj ka qenë edhe themeluesi i PDK-s, po kjo sigurisht që nuk bëhet vetëm nga një përfaqësues i partisë politike apo një antar i kryesisë. Unë e shoh që ka vullnet me ndryshu këtë pjesë. Unë sigurisht që brenda partisë kam lobuar dhe do të loboj prapse. Ne dëshirojmë me të vërtetë të jemi alternative dhe për shoqërinë në Kosovë dhe të jemi në garë në aspektin e rritjes së votave. Atëherë sigurisht që duhet i mbledhim të gjithë aleatët për të dalë sa më mirë në zgjedhjet e ardhshme. Deri tani me Haradinaj nuk është bisedu. Sigurisht në aspektin e takimeve të shkurtra në kafe, gjatë seancave kemi lëshuar si bisedë, por besoj se edhe këto diskutime që i bëjmë edhe në mënyrë publike janë shenja që tregojnë që dikush brenda partive politike ka diskutim të tillë që me ndryshu forcat politike brenda vendit.